أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Falenderojmë Zotin Xhallashanuhu, i cili na krijoi, i cili na përsosi, i cili na bëri krijesa të gjalla, me mendje të shëndosh dhe trup të shëndosh. Kurse paqja qoftë mbi Muhamedit alayhis salatu wassalam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e ndjekin këtë udhë fisnike dhe të drejtë. Besimtarë të ndershëm, elhamdulillah, falënderimi takon Zotit, elhamdulillah, elhamdulillah. Falënderimi takon Zotit që na mundsoi që 30 ditë të Ramazanit t'i mbajmë dhe t'ju përkushtohemi me devotshmëri, sepse dhe vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, "Et-taqwa hahuna", devotshmëria është këtu, pra si se ke këtu, se ke kukum. Dhe nuk është pra devotshmëria petk apo rrobë, por devotshmëria është lidhje mes njeriu dhe Allahu xhallashanuhu. Thot Allahu i Madhërisëm: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur." Është Allahu xhallashanuhu i cili krijoi jetën dhe vdekjen për t'ju provuar gjithë cilin prej jush, pra cilin prej jush që është vepër mirë. Thot Allahu xhallashanuhu në surën Bejina: "Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khayrul bariyah." Me vërtet ata të cilët bën punë të mira janë krijesa më e dashur e Zotit xhallashanuhu. A nuk do ti o njeri që ti jesh krijesa më e dashur e Zotit xhallaxhaluhu wa xhallashanuhu? Sigurisht besimtarë ndershëm, kjo jetë kalon shumë shpejt. Dhe kthimi ynë është tek Zoti xhallashanuhu, siç na krijoi në fillimit, ashtu siç do të kthehemi pra sërish tek Ai. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ne jemi të Zotit dhe tek Zoti kemi kthimin pa pikë dyshimi. Dhe mirë ai njeri që nuk e ka lidh zemrën e tij me Zotin xhallashanuhu. Mirë ai njeri që statuja dhe varrezat i adhuron. Mirë ai njeri që Allahun se adhuron, kur dihet se në surën Dhariyat ajeti 56 me radhë thot Allahu në Kur'anin famlar: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Unë nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit për tjetër, veçse të më adhurojnë mua, pra të bëjnë ibadet mua. Dhe pa pikë dyshimi njeriu nuk ka ardhur me jetu si shtaz. Pra njeriu nuk ka ardhur me jetu si shtaz. Mos me ditë çfarë vizioni ka për jetë, misioni i tij, qëllimi i tij, kuptimi i tij, mesazhi pra. Mesazhi i qëllimi i orës tim këtë dunja cili është? Qëllimi i orës tim këtë dunja është me adhuru Allahun xhallashanuhu ashtu siç Allahu xhallashanuhu e meriton mu adhuru. Me një adhurim të sinqert. Siç thot Allahu xhallashanuhu në Kur'an: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisin." Dhe ata nuk janë të urdhëruar për tjetër, vetësa të adhurojnë Allahun xhallashanuhu me një adhurim të sinqert, me një adhurim të përkushtuar, të dedikuar, me një adhurim që i bëhet Allahu xhallashanuhu vetëm se vetëm Allahu xhallashanuhu. Andaj besimtarë ndershëm, me të vërtetë ne kemi ardhur për një qëllim caktuar pranë këtë dunja. Je njeri,
Allahu ka dallu nga gjitha gjallësat, gjitha krijesat. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Me vërtetë Allahu xhallashanuhu, i kam krijuar e kam krijuar njeriu, e kam ngrit njeriu shumë. Po ishte njeriu që e uli veten. Sepse unë e kam ngrit shumë njeriu pra. E kam ngrit pjedestalin më të lartë. Edhe është për të habit me atë njeri i cili është pjedestalin më të lartë dhe nuk e din qëllimin e ardhjes tij në këtë dunja. Pra qëllimi i ardhjes tonë, o besimtar, o njeri i thjesht, është me ditë se ekziston Allahu xhallashanuhu. Me ditë se ekziston Allahu xhallashanuhu ashtu siç është shpirti, ashtu siç është gjaku i që lviz në bardhamar. Dhe me kuptu se ti je në tokë, Allahu është në qiell, dhe ti je në mbikëqyrjen e Zotit. Dhe me të vërtetë, koha ka lënë shumë shpejt. Allahu xhallashanuhu betun kohën, tha wal asr, pasha kohën. Innal insana lafi khusr. Me të vërtetë njeriu është një humbje të sigurt. Me përjashtrim të kujt? Atyre që besojnë. Që lidhen beslidhje mes Allahu xhallashanuhu pra. E lidhen besën në këtë din të pastur, dinul hanife, pra siç ishte besimi i pastër monoteist i babait ton, babait njerëzimit Halilullah, i dashur i Zotit Ibrahimi a.s. Si vjetë agjerimi, pra, dhe këto 30 ditë në një vap, në një nxehtësi shumë të madhe, pa ujë, pa bukë, se edhe që Allah i t'i ka bo ty halal, për 30 ditë m'ja bo veti haram. Për ka? Për Allahun, jo për njerëzit. Pra për hir të Allahut xhallashanuhu. Pra nuk bën gjanat, pra vetëm për me çka? Për me të pa njerëzit. Jo, bën për me të pa Allahut xhallashanuhu. Sa jeti besnik i lidhur me Zotin xhallaxhalaluhu wa xhallashanuhu. Thot Allahu i madhreshëm, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pra, devotshmëria është arma numër 1 kryesore pra e insanit. Pra, pse? Sepse devotshmëria është petku, është izari i insanit, izari i vërtet, petku i vërtet. Pra, devotshmëria, takvallaku. Pra, kjo është furnizimi më i mirë. Është furnizimi me çka? Me devotshmëri. Pra furnizimi më i mirë është me devotshmëri. Lidhje e sigurt mes teje dhe Allahu xhallashanuhu. Dhe ky agjerim, un kam shkruar pra një temë, agjerim në kulm të nxehtësisë. Pra, gjithë kjo nxehtësi e madhe, gjithë kjo ditë e gjatë, verë, kulmi i nxehtësisë, besimtari i fuqishëm, insani në tokën e Zotit xhallashanuhu, e ka lidhur veten e tij direkt me Allahun xhallashanuhu, dhe kjo lidhje është lidhje sigurt vetëm për hir të Allahut xhallashanuhu. Pra nuk është për asnjë gjë tjetër, vetëm për hir të Allahut xhallashanuhu. Lidhje mes tij dhe Allahut te bareke ve teala amma yushrikun. Është Allahu xhallashanuhu i cili meriton të adhurohet. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Adhuroni Allahun xhallashanuhu dhe mos i bëni atij shok or takri. Kush i ka bërë shok Allahu xhallashanuhu, veprat e tij janë asgjësu. Allahu nuk e fal shirkun, me ba shirk Zotit. Tjera ti fal, Allahu është, inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'a. Pra Allahu është që fal shumë. Allahu është falës. Pra Allahu është falës. Prandaj në Ramazan ne e dim shumë mirë, Aisha radiallahu anha, nëna besimtare, i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, më tregon një dua të fuqishme që ta bëjmë këtë 10 ditë shpunë të Ramazanit. Po e bëj një përshkrim deskriptiv pra këtij muaji të begat edhe të vim te kjo festë e bekuar Fitr Bajrami. I thot bëj këtë dua, o Allah, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Ku ka dua më të fuqishme? Të kërkosh falje Allahut xhallashanuhu. Sepse Allahu i don ata rob që bin istighfar shumë. Prandaj, kur shtohet istighfari, pra, thuaj astaghfirullah, pra, pendohesh,
Ja ju alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Thot Allahu xhaleshan në Kur'an, o ju të cilët keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Dhe ky pendim duhet vlej për çdo njeri që në letrën e tij, në dokumentacionin e tij shkruan që është musliman. Pra ti je përfaqësues, apo ti je ai njeri që ke lidh besën me Allahun xhaleshanuhu, që e lidh me Allahun xhaleshanuhu direkt pra. Lidhje, si thonë ata kimistat, lidhje sigma, ajo lidhje fuqishme. Lidhje fuqishme mes Allahut xhaleshanuhu. E njeri kur ka lidhje me Allahun xhaleshanuhu, hes pa vezvese. Shkon gjithku, lviz gjithku dhe kudo që shkon, ka do që dec e ka sigurinë. Unë duhet t'ju tregoj edhe një ngjarje të Aliut radiallahu anhu. Dhe ditën e fundit të Ramazanit, Aliu radiallahu anhu po shkon, ku po shkon? Po shkon në xhami vetëm. Edhe një sahabi peshe pe i larg dhe po thot, pe shikon pe i larg dhe po çuditet me Aliun, sahabiun e zgjedhur, thot, si ka mundësi ky vetëm me dal natën? Si ka mundësi me dal vetëm ky natën? Në këtë 10 ditë shtumin. Dhe ku shkon e takon te dera e xhamisë thot, ja Ali, o sahabi i nderuar, thot si ka mundësi, si s'more një shok me vete? A ke frikë ti të thosh kështu natën vetëm? Edhe të buzëqesh Aliu radiallahu anhu dhe i thot, vallahi billahi thot, me ditë ti, çfarë ushtrie unë kam pas vetes time. Vallahi billahi ishe ndjesh shumë i sigurt. Ushtri e cila në kohën e Lejletul Qadrit, që është khairun min alfi shahr, pra që është më mirë se 1000 muaj, atë ditë nxinet dielli pej me lajqeve të Allahut xhaleshanuhu. Dielli nxinet pej me lajqeve të Allahut xhaleshanuhu. Aq shumë me lajqe, aq shumë sa që toka Allahut mushet me mijëra miliona me lajqe të Allahut xhaleshanuhu. Dhe këto me lajqe janë ushtria Allahut që kanë ndihmu besimtarët në Bedr, Gazwatul Furqan, pra betejë e dallimit. Betejë e dallimit prej të keqes, pra me dallu mirën prej keqes. Sepse na jemi ummetul khair, pra, na jemi ummeti i hajrit që duhet me dallu të mirën prej keqes. Dhe po kalon Muhamedi alayhi salatu wassalam në kohën e ignorancës, pra kur bëhen një drejtaria e madhe, po kalon dhe çfarë ndodh? I shef disa popull që po bëjnë disa festa pagane, pra. Sigurisht ne dim se Mekja ka adhuruar 360 tillë statuja. Sikur sot që adhurojnë këtu për shembull tek ne, ka që adhurojnë statuja, domethënë adhurojnë gjëra të kota. Edhe nuk adhurojnë Zotin që është krijuar si gjithë njerëzit. Dhe sigurisht pra, kur i shef ata thotë, shikoj, thotë, ju thotë ç'është me ju thotë, kur i adhurojnë këto gjëra që janë vdekur, domethënë, nëse ja ofron ujin thotë tek buza, ata s'mund zgaten me marr ujin se janë vdekur. Pra janë vdekur ata. Edhe çfarë ndodh? Thot tash na do të zëvendësojmë këto festa të gabume me festa të qellume. Ha? Me festa të qellume. Cilat kanë dy festat e qellume? Bajrami i madh dhe bajrami i vogël. Fitr bajrami. Pse fitr? Sepse njëri në fund ose para bajramit i jep fitri, pastrohet, pra jep sadakatul fitrin, pastrohet, edhe pas gjithë t'i agjërimi, jep edhe sadak për fukaren, për jetimin, për njerëzit nevojë, bën bamirësi pra. Dhe, çka? Pra pra njëri, para se me u fal bajrami, është mirë që me dhon sadak, me ndihmu jetimit, me ndihmu fëmijëve të vegjël, me ndihmu fukareve, me ndihmu njerëzit me nevojë. Se kjo video do të regjistrohet, inshallah do të shikohet kudo. Dhe elhamdulillah pra, si ka mundësi pra që njerëzit nuk meditojnë rreth kësaj. Pra se ky është meditim, është kulmi gjithë kësaj është meditoj njeriu. Andaj këtu ke xhami të re që pash me të vërtet një xhami e mrekullueshme, me të vërtet me la befasi shumë, një fshat i mirë, një fshat i shtrirë mirë këtu në plan, duke falenderuar pra besimtarë që kanë kontribuar për ndërtimin e kësaj xhamie, ai të thënë pra është qendra shoqata islame që është bose vetë Zoti është shpërblef me të mirat e tij, me drejtori Ramiz Zeka, dhe Zoti është shpërblef që me sa po shoh që më ka dhënë këtu në xhami, Allah është shpërblef, dhe
Zoti ja bof dritë dhe xhenet që është bo sebeb në të troje me ngjall islamin, dhe në këto vise me ngjall islamin, dhe unë ndjena krenar që jem nga ky vend, ndjena krenar që jem musliman, dhe nuk përtoj as i fije me udhëtu me dale me hec, kam qenë në Bruxelles, kam qenë në Zvicër, kam qenë kudo me mira xhamat, e këtu e ndjej çdo gjë falas në dash bëj, domethënë nga bamirësia dhe dashuria që kam ndaj vendindjes time. Alhamdulillah që na ka mundsuar Zoti xhaleshanu që në këto troje që kemi pas 27 xhami, mos pas edhe më tepër, po 27 i di që kanë qenë. Dhe alhamdulillah fal dimës tyne besimtarëve dhe kësaj shoqate dhe tyne besimtarëve kemi arritur që t'i bëjmë edhe disa xhami të reja. Alhamdulillah, duhet ta falenderojmë Allahun xhaleshanu dhe drejta të gjithëve pra është që t'i mirëmbajmë këto xhami dhe të dalim, të hecim, të punojmë, shpërndojmë literaturën islame, bëjmë bamirësi, takojmë njerëzit, takojmë fshatarët, dalim, të hecim, të punojmë, se kështu ka ecë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Në të vërtetë shembull më të mirë kemi nga Muhamedi alayhi salatu wasalam. A do me konë i mshirshëm pra? Do të me konë i mshirshëm për hir të Allahut xhaleshanu. Kush nuk i mshiron krijesat nuk do të mshirohet nga krijuesi. Kush nuk i falenderon krijesat, nuk do të jetë i falenderuar nga krijuesi. Andaj, ne duhet i falenderojmë këta vëllezër dhe gjithë ata vëllezër që vënë dorë në këtë vend të mirushëm, në këtë vend të cilin e ka kaplu skamja, e ka kaplu varfria, edhe në aspektin fetar, për varfri fetare, por edhe varfri aspektit financiar. Sepse kur të bashkohen të dyja të bashkë, Allahu çon begati të mëdha. Sepse këtu njerëzit janë shumë mikpritsa. Njerëzit janë shumë, kanë disa vetit islamit, kanë vetin e Ubad ibn Samit. Ubad ibn Samit, 80 vjetë i ka dhënë buk me hangër, 80 vjetë i ka dhënë ushqim me hangër, buk. Ju ka dhënë 80 vjetë, edhe çka ka bënë, pra deri Ehlusif e kanë qenë një popull i njohur, deri sa të çliru pra Mekja, Medina i ka dhënë 80 vjetë buk, edhe ka shkon në mbrëmjet e xhamia pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam, edhe flani gjumë. 80 vjetë, non stop ju ka dhënë buk me hangër. Mi u dhënë 3 vjetë me kollaja, po 80 vjetë, vazhdimisht për hir të Allahut, për hatër të Allahut, me ushqy, me të vërtetë është punë e mirë, ha? Pastaj është edhe një punë shumë tjetër që do ta tregoj. Ka qenë një far Ebu Talha, një sahabi radiallahu anhu, dhe ka qenë varfri i madh atër, si me thonë edhe këtu që ka shumë njerëz të varfër, edhe ka pas një gotë qumsht. Një gotë tome të qumsht, e ka pas për fëmin e vetë, për fëmin. Edhe atë gotën e tomit, atë gotën e qumshtit, qa e ka pas për natën një avon fëmis, se mos me kajt për me marrë gjumin. Edhe qa bon, i vjen një musafir. Musafiri, kër vjen të shpija, sukur barami si dje, se edhe Ramazani si dje është musafir, edhe barami është musafir. So e pret ti mirë tash, varet pejteje, sa ki ti imani, besimin të këzotit që të shumë. Allah i ka shumë bre? Allah, Zoti ka shumë, ka pasuri pa mos, ka pore, me thonë ka shpare, ka pore, ka risk. Allah gani, pra, Allah është i pasur, është rrezek, është furnizues i madh. Njerëzit bëhen copa për me fitu e riskun, nuk e ditë se riskun e kanë për Zotit. E kanë parën e çon Zoti, ai niset një më të monit edhe bjen poshtë, pra fabrik kromit andaj në e nxjerr parën për kasenoveni. Dhe këtu po flas, në këtë zonë. Dhe sigurisht pra besimtarë ndershëm, kur e merr këtë gotën e tomit, pra qumshtit, çfarë bën? I vjen musafiri në shtëpi, edhe e jep çat gotën e tomit, si ka qellu qumshtit, ja jep musafirit, e merr musafirit. Po çike na ka qellu që do inshallah ty ke me dhon musafirit, me ndëru musafirit. Edhe nuk i thot atina tash, unë këtë gotën e qumshtit tomit, e kom për fëmijë, e po ta jap ty, se i skuq musafiri edhe sa kish marrë gotën e tomit, s'po njëpja, i pja fëmijën, vogël. Po, çka? Thot, nuk qito, kome, inshallah me qito po të pres. I thot gruas vetë natën, i thot, përkun e beben, thot, fëmin, thot, përkun e thot, inshallah, thot, e merr zhumi, e nesër, dita re, në foka re, si e themi një malësor të tropean, dita re, në foka re, thot, qa, thot, inshallah, thot, a qënë Allahu riskun. Dhe qëj Allahu riskun. Dhe mesin e ty e erdhë një njeri, me plot gajbe, shishe plot, me tomel, me buke, me të mija dhe Allah t'ja qajnë mjesë. Pse se e nërëj musafirin? Pra Allah është bamirës, Allah u jetë shumë. Na jemë lodhën, jemë varfër.
Nahnu al-fuqara wa anta al-aghniya ya rabbal alamin. Ne jemi të varfër, ti je i pasur. Thot dikush unë kam 1 milion euro në bank. Po Allahu sa ka depot e rrezikut ti. Aja dha Karunit. Ne kemi një shembull, ka qenë një personazh në Kur'an, Karuni, ka pas pasuri shumë. Po, ka pas pasuri shumë të madhe. Dhe çka? Saqë thuhet 10 veta me muskuj shumë të zhvilluar, 10 veta kanë marrë qelsin me hap depot se ka pas qash shumë pasuri. Po kur e puna me dhanë pe pasurisë, se muslimani cili ka pasuri duhet me dhanë 2.5% zakatit. Ose do të më dhonë sadak, minimum fukarat, minimum njerëzit nevojë, jetima, etj. Qa poni? Qa ndodhe pra? Tha unë, tha këto e kam bo me tjerë s'balle, tha unë s'qaj kokën, tha unë jam zot vetë. Ty që ke zot? Mirë bukur, fundas çdo gjë ati. E hangër dheve për piu toka, i ra dënimi Allah. Dhe, me kënë do të hapet, do të bëhet përurimi i xhenimit, me faraonin, me Karunin, me Buxhelin. Pra këta janë figurat më negative në historinë islame. Figurat cilat janë më pozitive në historinë islame. Një ndërta kryesore, portreti kryesor është Muhamedi a.s. I cili pra është shembulli më i mirë. Pse sot miliona xhami thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pse thonë ashhadu anna Ebu Gjehel apo Ebu Sufjan, nëse Ebu Sufjani pranon Islamin më vonë, apo thonë për shembull pse thonë Ebu Karun apo ky apo filani apo Firaun apo tjetri, ne u do bilamin edhe, zotruna bityne. Ata do të hyjnë në xhenem thënë, sepse çka tha faraoni, tha anna rabbuka ta'ala, unë jam Zoti i gjithësisë. Astaghfirullah. E ki pa një kur ka fotullaku me një madhësia, e ka pasuri të madhe, thotë unë kam pasuri, kam bo makina, kam bo gjana, jam biznesmen, që ka të sa të rëpëjam të shifrujnë, kam makina tipit funit, kanë gjana, kanë seme, so që një rast më ka të regu njani, jam shoku pa mas, kishe vdek makinë, 1 milion euro, të rëpëjam, në Amerikë, kishe vdek 1 milion euro makinë, 1 milion euro, që me 1 milion euro ne kishin bën disa super biblioteka, apo kishin bën një investim maramens diçka për varf, kishin bën një mens për fukaret, ose ka fukaret lodhur. Ose kishim qenë në fabrikë me përpunu dritin ose diçka të tillë. Me punësu gjithë muslimanët edhe me një aty njerëzit, edhe të tjerë, edhe me kontribu, edhe me investu, edhe me gjallru, me dhënë shpirt islamit të vise. Sepse këtu ka pas burra të vëllai. Kush e njeh historinë islame, këtu ka pas burra të vëllai. Një ndër ta ka qenë Mulla Haxhi Zeka. Pej Shoshamit, kemi qenë në xhaminë Shoshamit Baramin Kurban Bayram, e kemi falë atje kom majt Ligjerat, është video e regjistruar, më kanë po me mira vetë në internet. Atje kemi shku në Margjerë, ku kemi shku, unë ndjesha një lloj nostalgjie për atë vend, çfarë burri madh ka qenë ai bre. Ai ka vonë fukareve, këtu në Malsie, në Peje, në Kosovë atje, edhe një stokë në atje në ato vendet, në ato rajone. Qenë burë gjiganda e ka qenë, edhe i posën, ka pas pasuri, po edhe ka tjetë mërë Zoti, është Allah është i madh, kur të bësh për Zotin, ta qanë porën, ka ta bjerë menja, veç pak duhet me gjallë njërë. Duhet me hecë, në palësur të dhëmë në trobem, prashit e orën pak, prashit e pak orën, e qënë Allah i shonë, e qënë Allah. Me kultivu pak të toka, me kultivu pak edhe aspektin e menjës, me zhvillu pak intelektin, sa Allahu betu në lapsin, në unë, vë kalemi, o me jesturun, pasha lapsin dhe ata që shkujnë, u betu Allahu Gjeleshanu unë lapsin dhe ata që shkujnë. Andaj të rëpëjan malësor, ku t'i këthejnë fjales Allahu Gjeleshanu, t'i këthejnë fjales la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, vallaj kam jamej zonin edhe shkupi, kam jamej zonin edhe plava dhe gucia, se t'i kur Abdullah Hoxha, për i malësis Zjakovsko a shku në plava në guci, me Shaban Binakun, kanë shku atje kur ka thirë Islami. Kanë shku me një muë edhe në Malësit Gjakovës, kanë shku me një muë edhe në Gjakov, midis Gjakove, kur ata Abdullah Posh Drenit. Kur ata e kanë lënë Islamin, edhe ju kanë thënë kulturës se dështuar të asaj kohë që ju kushtoj atyre me rënjën e Perandorisë Osmane. Ju kushtoj atyre me rënjën e hilafetit islam. Kur vjen kalifati, Allah i çon dënim, varfëri,
Bjen pastaj, bjen rryma ndryshme, bjen komunizmin e izma tjera, shumë izma tjera, të cilat na i kthyn xhamit tona në stalla, stakfirullah. I bën magazina drite, i bën gjëra të përshtatshme. Pse? Po na do ta falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që na solli këtë liri. Fal disa burrave, fal disa njerëzve të fuqishëm që luftun me familjen e tyre, me njerëzit e tyre, luftun për me ardhur kjo që përquajnë ta demokraci, pra kjo liri, me ardhur për hir të Allahut xhaleshanuhu dhe na sot me mujt me thon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na me mujt me thon Allahu Akbar. Na me mujt me thon pra se Zoti është më i madh. Pse sa atëherë njerëzit kur kanë thonë Zoti është më i madh, çka kanë ndodhur me ta? Në Ramazan unë kam shkruar. Edhe do të bëj një libër inshallah për jetimin e Ramazanit, kam bërë 30 tema diku. Ç'a ndodh kjo me ta? Kam thënë që gjyshi thonë që biri jam thonë që i kanë marrë edhe kanë thonë me pi ujë me zërt në Ramazan. Ujë me zërt. Në Shqipëri kjo ka ndodhur. Ujt me zërt në kohën e komunizmit, domethënë vitet kur u ndalu feja, apo pse 67 për vjet. Çka? Ju thonë se ta ujë me zërt, me pi. Shej se spike ujë në Ramazan. Çka bëjshin me ta? E kapshin, e rrahshin. Apo pi ujë? Jo. Pi ujë, jo. I msheshin kamxhë, futen burg, internet, disa edhe pushkatoj, vroj. Për shembull, Hafiz sa breku që ka qenë një ndër ata që e ka hungur burgin për çështjet islamit. E shumë tjerë figura që edhe janë vrarë, janë pushkatuar, janë dezertuar, janë myte, janë internuar. Për shembull, kemi na imamin e këtij tash për momentin s'po më vjen me emrin, ka qenë imam Isa Hoxha, i Ptyçit. Ka thënë luçemën e amerikanë atje në Amerikë. Ka qenë edhe ky që janë internu familjarisht, po ka shku, po Allahu xhaleshanu ja ka mundsu atje me shku me formu qendra islame, tropeja. Imagjinoni pra. Ka shku në Amerikë atje. Shumë burra xhigon. Pse? Ata kanë pasur edhe guxim, se ky islam do guximtar. Nuk do të qollosh. Do rregjulun, jo rrugëllin. Do burra, jo burreca. Ky islam do burra vërtet, tram me shku aty ta, ka me rejtallodinë dhe me thonë një musliman. Unë jam burr, unë e punoj për fe dhe pranoj. Pra ky islam do burra që punojnë për fe dhe pranoj. Dhe na nëse nuk i kthejmë islamin, nëse nuk i kthejmë atë vendit tonë, vatonit tonë, me mbrojtje, me dignitet, dhe me fut kulturën e islamit viset tona, nuk do të bëjmë asgjë. Me të vërtetë besimtar dëshëm, Allahu xhaleshanuhu është ai i cili i pranon duat e besimtarëve. Prandaj, unë nga ky minber do të bëj dua për hir të Allahut xhaleshanuhu, që Allahu t'i shtoj besimtarët në këto vise, t'i shtoj besimtarët e vërtet dhe të sinqert. Sepse thot Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin." Pra ata nuk janë urdhëruar tjetër veçse me adhuru Allahun me çka? Me sinqeritet, Arma me fuqishme besimtarët e sinqeritetit. Ata burra kanë pas sinqeritet. Hoxh, sa kushte i ka Turqnia, ja bën Abdullahu Xhasmeni që shon 1990 pa e bërë në midis Jakovës. Hoxh, sa kushte i ka Turqnia? 5 + 6 + 1 që e dija. Çka ka kjo 5 + 6 + 1 që e dija? 5 janë 5 shtyllat e islamit, 6 janë 6 shtyllat e imanit, 1 është ihsani. Me besu Allahun xhaleshanuhu, sikur ai të sheh ty edhe ti pse se sheh ato. Pra me besu Allahun xhaleshanuhu, shtyllat e islamit, cilat na qenë kanë, me thënë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah thumma istaqim, pastaj me qëndru, me fal namazin, me dhënë zakatin, me agjëru, me abstenu, me agjëru Ramazanin, cilin e kalum, Ramazanin, pra muajin e begat, të shenjtë. Dhe me shku në haxh për ato që ka mundësi, s'paku një herë një kushte materiale, cilat janë shtyllat e imanit, me besu Allahun xhaleshanuhu, me lajket, libra, me besu pejgambert, me besu ditën e gjykimit, ringjalljen, shpërblimin, dëshkimin, me besu kaderin, caktimin e Zotit, khajrihi wa sharrihi min Allahi Teala, çdo e mirë, çdo e keqe vjen prej Zotit, mirë se ardh. Pastaj për Allah ihsani, me besu Allahun, sikur e shehën vërtet pse
nuk e sheh, por ta besosh se çe ai ty. Pra këto ishin metafora e Imam Abdullah Hoxhës. Për këtë gjëna jam të shkruar, jam të përgatit tezën e magjistraturës për Mansinë e Gjakovës. Unë kam përgatit, pra, kom treguar ato fragmente të ato ngjarje. Pastaj mua Xhixeka që përmend. Për shembull, ai ka qenë haxhi, ka shkuar në haxh. Unë kam marrë disa dokumente, kam pa, ai kishte qenë edhe pamir se imam. Çka thot Allahu në Kur'an? Hudel lil muttaqin. Ky Kur'an për kokë ka uzim. Për bamirësa, për bosat, ata që japin, azginat e vorë, trimat, ata që japin, pse? Se Allahu e donë ma shumë dorën si jep, se ata që nga. Dora si jep, është me mirë të Zotit. Por me dhanë, aty ku duhet, kuptohet. Me dhanë për xhami, me dhanë për ngritjen e Islamit, me dhanë për Kur'an, me dhanë për Allah, me dhanë për fukare, për jetima, për fëmijë, për njerëz të lodhur, dhe mos me paraqitoj njerëzit, me ndihmu njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndihmu edhe çifutit, hebreut, jehudit. Çka ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Se tha me kem shembull më të mirë, kuishin e tij e ka pas jehud, pra, sepse civilizata arabe ka pranuar prishtere jehudë të gjitha kanë pas harmoni ndërfetare. Dhe çka? Merr vesh që o gjaku s'po është vlejës të shpijeti, o gjaku. Edhe shë që s'ka po që futi, hebreu. Si me thonë ta, na që kem kujshiju në aty, për shemë na që kem në fshat, e kem kujshiju tonë për shemë që është një qëfar mënyre, është i kryshtere. Po kemi një mirë kuptim, një mirë sjellje me thonë. Dhe qka? Shkon e ndonë gjysën e gjithës, qëja, shoqës ti, pra gruës ti, qëja thët tjetja familjes ti. Muhamedi alayhi salatu wasalam be banket san. Qëja jehudit të qëja gjysën e gjithës jetja. Ky ka shembull shumë i mirë. E na kënë kemë shembullin më të mirë. Muhamedi alayhi salatu wasalam që wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk flet pe vetes tij as nga hava. Nuk flet pe vetes tij as nga hava, por përveç se pe asaj që ne kemi frymzuar, përveç se pe asaj që ne i kemi treguar atij dhe demonstruar atij, pra me kuptim, me lajm, me shpallje. Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk flet pe vetes tij, nuk flet si thonë hove. Thonë mësur. Hove, më thonë përpjek, me afut këtë. Pra, a i flet përveç se me instruksion. Andaj besimtari, muslimani, shqiptari, arabi, kinezi, tjetër, ka platformë. Platformë. Muslimani ka rregull në jetën e tij, ka organizim të jetës tij, organizimi i jetës, si bëhet? Thëke një dietar i njohur nga bota arabe atje. Thëke, imagjinoni thëke çdo njëri prej nesh që kemi në shtëpi ka 10 xhupa ose xhaketa që na rrinë na kolben nëpër dollape, me mor gjithë cili me mor kajqese, e me futon në qese me çunë nëpër vende që s'kan, për shembull nëpër fshatra këto që s'kan, dalin me tesha të grisura, të shkyra, me dalin me shpërnda. Njëtën punë me thonë, na jemi muslimanë dhe na e bëjmë të vepra humane. Pra, ky Islam don organizim. Sikur organizun 30 veta ishin si fillim, Si fillim ishte vetëm një, Muhamedi alayhi salatu wasalam, pastaj Ebu Bekri, pastaj vazhduan dhe tjerë. Pe individi pra pe individi, pe një njeri formuar shteti. Një njeri tërheq tjerë. Po duhet me konë, pra vaguan atë fort me pas me tërheq për mas. Duhet me ditë me tërheq njerëzit pra. Kjo lyp njerëz guximtar, me taku njerëzit. Nuk ka turp për çështjet e Islamit. Na kuptim do të them turp për me ftu njerëzit në Islam. Dhe me ftu në formën më të bukur. Udhu fi sabilillahi rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana. Dhe thirr në rrugën e Zotit tan me urtësi dhe bamirësi. Dhe thirr me urtësi, jo me ulëri. Kur e vetëm kishte thirr ky myftiri i Shkodrës, se kishte thirr Imam Vendi Sulejman Gavoçin, e kishte thirr dietare i njohur, Zoti pas pëshëru se ka ndru jetë kohët e fundit, e thirr një takim. E thot Hoxha do të bëjmë një intervistë në televizion prestigjioz të njohur. I thot ne do ta bëjmë një takim zyrtar, thot edhe do të na marrësh një fjalim. Thot dëgjoj vjen, i thot Islami nuk është ulërim. Islami nuk është me bërti.
Islami të në butësi, imami apo predikuesi i Islamit do të më thonë i amëlt, i afërt me njerëzit, dhe unë ja kam bënë pyetjen e dietarë Islami i kam thënë cili imam është i suksesshëm apo hoxh i suksesshëm. Ka thonë ai që rrin afër xhamatit. Që rrin me ta, thonë me sken, pra edhe që bashkëpunon me ta, vepron me ta. Unë për shembull kam marrë edhe një mësim shumë të mirë për një besimtari, është një Ramazani, Zoti shpërblet, jeton në Chicago, New Jersey, ka një radio ai. Kemi disa intervista shumë produktive me ta. Ka marrë një shembull shumë të mirë, tha. Ne të sillen gjithë në xhami, pa përjashtim. Siç janë, ashtu siç janë, na ju na është me sjellje në xhami, pastaj me u praktikue besimin te Zoti, avash me ardhmë me largu dhe haramet ka dalë. Pra, sigur një spital amerikan që kishte përdorur një metodë shumë të mirë për këta që drogohen, pra, ju kishte dhënë mënyrë të graduale, ju kishte dhënë doza vetë drogë, ty u paksu dhe me u vjek fare. Kështu ka ardhur Islami, në mënyrë graduale, nuk ka ardhur për njerë, se kish mujt për një saat me zbrit fej Kur'an, për një orë. Po ka ardhur 23 vjet intervali graduali i shpalljes Kur'anit. Prandaj njerëzve nuk duhet me u shkruajt me një bum, edhe pastaj më rrezu gjithë, bum edhe me ran tu. Se nuk mund e bëj njëri me një bum bardhë me ashtu për mi. Po duhet në mënyrë të avashtë, ka dalë dole, jo më xholier po thot s'pronushëm xhamia. Ka dalë dole, me emrin e Zotit edhe në xhamit kanë mundush, me emrin e Allahut. Na e dim shumë mirë në Kosovë, për shembull, përpara unë kam dëgjuar për një imam të njohur, pa përpara veç disa flesh ka vishin xhami edhe me si moj xhamia. Mirë po dha, erdhi një ditë e bukur, njerëzit u informu, informacioni të shpërnda, e kuptu njerëzit që janë gabim, edhe në xhami, ju kthyn shtëpisë të Allahut, ju kthyn besimit, pse e kuptuan që janë gabim. E kuptuan me kalimin e kohës, e kuptuan. Edhe mushën xhamit, sot i ki xhamit mushur as të mushuna. Me rini shumë ambicioze. Edhe Zoti çoj bereqet, çon mirësi Allah. Një vend që nuk thirret e zonin, nuk ka bereqet. Një vend që thirret e zonin s'ka bereqet, s'ka mirësi. Pse? Se njëri nuk e njeh konceptin e besimit në Zotin, në Allahun xhaleshanu. Prandaj besimtarë ndershëm, unë lut Allahun xhaleshanu që na begatoj me të mirat e tij, na inshallah do të bëjmë edhe një pushim të shkurtër, edhe pastaj do të bëjmë edhe një gjëra të shkurtër me shpresë që do të na vinë edhe disa fshatarë të tjerë, sepse kemi vakt, kemi kohë, kemi pushim, kemi bajram, elhamdulillah, dhe do të kënaqemi së bashku, do të dalim, do të ecim nëpër fshat, do të takojmë njerëz, do të dalim, do të takojmë njerëz pra, sepse qëllimi i krejt i bajramit, fitër bajramit është cili, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bashkohuni musliman mos u përçoni. El-jama'atu rahma wal farqatu al-'adab, fa pejgamberi alayhis salatu wassalam, xhamati bashkia është bereqet, është mirësia e Zotit. Farqa, ndarjet, përçarjet janë dënimi i Zotit. Prandaj na duhet të bashkohemi me gjithë njerëzit. Pa marrë parasysh konceptet, ideologjitë e tyre, avash i thënë klishe, thënë barriera. Dhe sigurisht na besimtarë ndershëm, duhet të kënaqemi me dhikrillah, me përmendjen e Zotit. Sepse thot Zoti në Kur'an, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Pra adhuroni mu, përkujtoni mu, mos më mohoni mu. Unë jam Zoti, unë jam sovrani, unë jam ai qiell ato, unë jam ai bjesht e larta, unë jam sjell ujë, mansia ka ujë, nëmin e ujë, të futem makinën në ujë pore. U kënaqem, makina në ujë kretë reke, pse ujë ka çuar Allahu tona këto të mia, albet mrekulli e Zotit, vin me këtë botë me vizitu, albet tona. Mrekullia Allahut ka qu, lume, liqene, tëna e ka qu. Tëna të mija të kjena, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Dhe, pra, numëroni pra, shikoni të mija të Allahut, janë të pa numër ta. Mos bëni fesat, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Shkatroni përdesa Allahu ka vendosur rregulla. Dhe drejtësi, por punoni, zhvilloni, kultivoni, gjallëroni, se Allahu i dhan besimtarët. إلى آخر الدعوانا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأن يكون شكوتا إن شاء الله ركفايا من أصحاب